Edhe një herë. Kemi bërë një... Ta mbarojnë ndërë në tonë? Më kanë thënë... Nuk është të mjaftueshëm për të takuar, për të dalë për një kafe... Më kanë thënë edhe për para që Inën dhe Kesin i ke bash, para se unë të ndaja, pra pa plasur ajo gjëja, pa u zënë, pa dalë edhe klipi diplomimit tim, mua ma kanë thënë, klipi diplomimit tim që unë dhe Kesi, pra, supozoj që unë kisha kohën, se Kesi thot, kur ka dalë klipi diplomimit, ne jemi zënë dhe unë e kam mundë si muhabet. Kështu e thot Kesi. I kemi dalë në ullë për herë të parë në kafe jashtë programit, pasi ju të dy keni të rejshur deklarimin. Po ju të nesërme ne... Bëje lidhje me kohën, sepse ti e di që... registrimet me... të nesërme ne... Më falë, të nesërme ne asaj dite, ju keni qënë ke Escape bashkë, duke kërcyer, dhe pasaj ka dalë klipi mbas disa ditësh në program. Në klipi që unë dhe Kesi... Ishte Escape bashkë? Po. Por... që mos më në një Po, më falni, harroba, se e harrojnë e herë se ku jam. Po, di, bëjmë ma bet kafe. E harrojnë e herë, po. Ti ke parë, është dhënë... Po, ajo gjëja ka ndodhur të nesërme, se mua më kanë ardhur mesazhet. Mua më ka ardhur klipi juaj. Jo, klipi jo, më ka ardhur mesazhe. Më fal, të gënjeva. Klipi i asaj ka dalë në studio. Unë nuk e kisha parë. Deklarimin atëherë. Kesi ishte fare në studio. Të nesërme. E kishte lënë programin. Të nesërme në asaj dite që unë kam të rreshur deklarimin, ju keni qenë ke Escape, ka qenë ditë premte ajo xherim dhe të shtunën, ju keni po flas gjithmonë me xherimet, ë? Me xherimet, nuk po flas pjesën e transmetimit. Të shtunën, ju keni ë? Pas të reqës e Ka qenë një ditë. Ka qenë as 24 orë. Në rregull, a ka qenë pas të reqës të deklarimit? A jam bërë gjërat Po jo, po atëherë mos e thuaj kështu. Se si ka mundësi që dy njerëz, jo, si ka mundësi që dy njerëz që kam deri diku kanë shprehur për njëri tjetrin, se ai nuk e thonte dot në program se kishte një deklarim, po që ju kishit shikime të tmerrshme në program, ke ishte sigurt. Po. Dhe unë, nëse mban mend, ditën e diplomimit, ditën që është xhiruar klipi diplomimit, unë jam kthyer Kesit sepse është ajo pyetje që më thot Megi, më falni që po përmend emra. Prezantuesi i programit dhe më thot, a nuk të duket më i bukur, a nuk të dukej më i bukur Kesi në diplomimin të? Po, dhe shamet. Atë kështu. Dhe unë, po që esha, shof Kesin, Kesi po të shifte ty dhe po tun të kokën. Dhe unë prandaj kam bërë një reagim dhe nëse mban mend e kam thënë, po... Po shifte mua? Po, po shifte ty. Dhe ka qenë reagimi im, po. Se ti është bërë Kesi i bukur? Po të shifte, po të flas për gjën e shikim, për çështjen e shikimeve që u shkëmbenin me njëri tjetrin. Dhe unë, më kanë ardhur lajmet që ju po dinit përpara, thjesht fakti që unë nuk e faktoj dot, unë nuk e zë këtë gjë në gojë fare, se kur të kem një fakt e them. Asnjëherë, unë kam dalë vetëm pas se ti ke dorëzuar deklarimin. Është e pamundur që dy njerëz që kanë pasur pëlqim për njëri tjetrin të lidhen, të kenë këtë marrëdhënie shoqërisë që thoni ju, fill vetëm një ditë pasi ndodh tërheqja e deklarimit. Pra ju bini në kundërshtim me fjalët që thoni. Jo, ne shok kemi bërë me kalimin e kohës, dhe nuk u bëm direkt shok sa të nesërmen që ulët tek Escape. U bët shok me një ditë. Ora, aty dolëm në kaq, aty thjesht dolëm. Shoqëria vjen me kalimin e ditëve. Ne nuk dolëm atë ditën e thamë, u deklaruam ne sot jemi shok. Si në një klub nuk del për të bërë shoqëri, se ti e di shumë mirë që unë kam ty kam qenë me shoqërinë time, unë kam qenë me 4 shoqe. Se ti e ke parë klipin. Aty kanë qenë 4 vajza të tjera. Jo, unë njëra ka qenë me shtëpinë, me flokë të gjata, njëra tua, nuk e njoh shoqet tua. Unë kam parë pjesën që ty Kesit ka pas në qaf, jeni ul aty, ka qenë një moment që keni qenë duke kërcyer dhe një moment që keni qenë në koltuk që Kesit ka pas head down. 4 shoqet mirë dhe Kesi atë natë kishte dalë me një shok të tij. Duke folur me mesazhe, më thot kam dalë se s'dua të përmendim, në një vend tjetër. I thash me gocat këto shumë mirë. Vetëm nuk folëm, kur më vjen një mesazh, po vi dhe unë andej, nga isha unë. Okej, thash hajde, gjete vend, nuk gjeti vend sepse ka ardhur rreth orës 2:30, dhe ti e di se si është, se kemi qenë bashkë. Edhe i them, nëse nuk gjem... Bashkë kemi qenë bashkë me stafin. Sjaroj këtë gjënë, se s'kemi qenë bashkë... Po, se si jemi këtu... është sjaruar e përderisa është bërë dhe emision. Jo, po jemi një vend tjetër, nuk... Jo gjithë njerëzit e kanë pa programin tjetër. Kemi dalë... Të asërëm që në të dyja, nuk është që kemi dalë vetëm në të dyja. Sigurisht jo, kur kemi qenë në program.